shkojnë e vinë, në asnjërën s'më jeti. O të pres një orë, ty e vetëri, shiret po bie, po s'më lagu kur se si. O të pres një orë, ty e vetëri, shiret po bie, po s'më lagu kur se si. Oh, qupullina ime, oh, pupullina ime, taksi qkojnë e vinë, në asnjërën s'më jetin. Oh, qupullina ime, oh, pupullina ime, nana po të pretë më shtjell me shallë të zi. S'po pushojnë as lotë e mi. O të pres një orë, ty e vetëri, shiret po bie, po s'më lagu kur se si. O të pres një orë, ty e vetëri, shiret po bie, po s'më lagu kur se si. Oh, qupullina ime, oh, pupullina ime, taksi qkojnë e vinë, në asnjërën s'më jetin. Oh, qupullina ime, oh, pupullina ime, nana po të pretë më shtjell me shallë të zi. Hati Gjelusi, mirë se erdhe e nderuar sije. Mirë, faleminderit. Si rrugtove nga Tirana në Prishtinë, gjithsesi në krejt Shqipërinë mam? Më jashtë zakonisht bukur. E bëra një ndalesë në Suarek, e bëra një incizim për një këngë të bukur, me një rapsod Rahman Pagarusha. Që e duan trokasë dhe të shëndet. I cili është shërimi në Gjijës, edhe është një këngë shumë e bukur, një motër në Prishtinë, një motër në Tiranë. Një motër në Prishtinë, një motër në Tiranë. Është një gjë shumë e bukur që do të ta lej veçan surprizë. E kanë pasë dhe Iliri me Arifin. Hajde vlla t'ja themi këngës, hej, hej, hej. E pa bukur shumë. Edhe pastaj erdha tek ty. Erdha tek ty, me dritë në sy, as një fjalë s'fola unë. Zemra foli më shumë. A flasim në tituj këngës kështu në... E zhvillojmë bisedën me tituj këngës. Si të keshti dëshirën dhe qefen. Si ka rrjedh, për fat njerët kam pas mësafire dhe më herët. Si kanë rrjedh këto muaj që s'jemi parë në ansamblin shtetëror? Naim, këto muaj ka rrjedhur shumë bukur sepse akoma shkëputjen nuk e kam bërë me ansamblin, sepse dhe tani para 2 javësh isha e ftuar me një rinull të bukur, të cilën dua ta falenderoj drejtorin e ansamblit, Sokol Marsin, që më ftoi, edhe isha kaq e lumtur, kaq e gëzuar, kaq e përkushtuar dhe më duke vetë sikur akoma vazhdojnë ansambl. Të lutem patjetër, po ju mbetën jeni figura, jeni gravura atë ansamblit kështu. Faleminderit. E diva atë ngrohtësinë e publikut edhe u emocionova. Si bën të kjo Ninulla? Shkoj në soq të trumatrum, dje piçunit plot me gjumë. Plot me gjumë. Aj sa ka ky
lumi uj, e ty tu baftë djepi gjumë. Faleminderit që na sjellni këtë emocioni më shumë. Po në botën e keni marrë edhe koncerte. Ju zakonisht e bëni edhe koncertin e verës në Librazh, da? Ditët e verë, dua ta falenderoj kryetarin e Bashkisë Librazhit, i cili gjithmonë është shumë i kujdesshëm për mua, për piktorin, gjithmonë na fton aktivitetet që ka Librazhi, gjithmonë na ka nderuar me çmim qytetar nderi, domethënë asnjë nuk e kemi ndier veten jashtë qytetit tonë. Në realitet e falenderojmë për qasjen e tij njerëzore, këtë kryetarin. Është mrekullueshëm. Sepse po këtë do nderoj, këtë do respektoj përveç gravurave të mëdha të atij qyteti si qeni ju, Arifi, Naim Gjoshi, edhe plot të tjerë. Ka plot të tjerë, i Pekaraje, ka plot të tjerë emra. Por e rëndësishme është që këto vetëm ky i bëri. E po, bukur shumë. Vetëm ky i bëri dhe i bën me shumë dashuri gjërat. E pas ka treguar që duhet ta zgjedhim edhe ndonjëherë më shumë. Ai pa diskutueshëm, ai ka të gjitha votat në xhep i ka. Ai ka? Ai ka. Bukur shumë. Po në botën e këngës, të këngës tuaj, në krijimtarinë tënde që sëresht së krijuari. Më pëlqen gjithmonë që edhe të krijoj vetë diçka. Dhe pikërisht kënga Bubulina ime është... Që sapo e dëgjuam, e kisha pyetje të radhës, kështu? Po, Naim, ajo është një këngë që më ka ardhur në momentin që ndodhi ajo ngjarje shumë e rëndë e vajzës së aktorit Tomas Shonlajçi, unë isha në ansambël, edhe nuk e di pse e ndjeva shumë atë dhimbje, mor Naim, nuk e di. A do më thënë kjo këngë i kushtohet asaj? Kjo këngë është për Bubulina Lajçin, për vajzën Fatimën që vështinë. Fatimën që s'janë nga skena dhe duhet dhe këtë në pjasë. Po kjo këngë ishte dhe homazh me të? Po, sigurisht. Edhe unë ato ditë i bëra një mesazh nonës vetë, Fatimes, dhe ja shpreha gjithë ato dhimbje. Aktorës nga më të mëdha që i ka pas shqiptaria. Më të mirat, më të dashurat. Edhe i thash, Fatime, jam thash për te e zemër. Mbas disa ditës shikoj një status tek faqja e kësaj, vetëm 5 rreshta Naim. Thot, sot dolat e ora, thot në Dardani. Shiu s'ka pushue, s'po pushojnë as lotët e mi. Po të pres 1 orë, 2 edhe 3, shi rrept, po bie, thot, po nuk më lagu kurse si. Vetëm 5 rreshta. Nuk e di pse ato 5 rreshta më futë në shpirt, edhe duke menduar. Shumë fuqishme. Të mrekullueshme, sepse na i mund të bësh shumë gjëra dhe nuk thua asgjë, thua një gjë dhe ngel. Edhe unë me atë mënyrën time, se unë nuk jam ndonjë kompozitore, unë jam këngëtare dhe kam mbaruar për kanto, por nuk e di pse ma dha Zoti atë mendim, po. Edhe e bëra një muzikë, i thash edhe atyre që po e bëj një muzikë, se patjetër duhet t'ju merresh leje në një mënyrë apo tjetrën. Ata u gëzuan shumë, edhe ja çoj Naim Gjoshit, Naimi e ka orkestruar, e ka incizuar me aq shumë dashuri, sa ti e dëgjove vetë. Pra është një nga ato baladat që nuk ka zhurmë, nuk ka bërtitje, nuk ka ullurima, nuk ka 500 zana. Ajo e thot mendimin e vetë, dhimbjen e vetë, e thot me 2 fjalë. Dola, thot, në Dardani, aty ku e pinte kafen të ora, aty ku e kishin shtëpin, aty ku... Kështu që unë duhet të falenderoj Naimin, duhet të falenderoj Fatimen për tekstin, duhet të falenderoj dhe një djalë të produksion Lidhja Prizren që ka bo klipin. Edhe më ka manit me punën e vetë, me dashurinë e vetë, a i të regon se ka pas moshatare Bubulinën dhe e bëri me shumë dëshirë. Atë ditë krejt klipi u bët të shtëpi atyre të ora, ku pinin kafe, ku shëtistin, ku dilte nona e prise taksin, edhe ta kur kanë zbrit Naim, Fatimja me çunin tjerën që na dhan kafet aty, nuk kishte gjë ma prekse dhe më emocionuse dhe nuk e di, du më thënë, ja kam bërë dhurat shpirtit bubës. E bukura është se shumë artist e kanë bërë një gjë kaq të bukur e kaq të madhe, duke filluar me 5 rreshta. 5 rreshta, Naim. Që në vetën gërthejnë në realitet një dhimbje të madhe, por dhe një gjë të madhe,
që përjetojnë njerëzit dhe por në asnjë mënyrë nuk din ta thonë kaq bukur e kaq fuqishëm në 5 rreshta. 5 rreshta na jemi, 5 rreshta. Bukur shumë. Po çfarë kemi bërë tjetër? Po, kam bërë dhe një këngë tjetër për djalin tim, edhe kam titulluar Maraku nonës. Në fakt, unë e kisha bërë biri nonës, duke e këndu në viti, ati se Shkodran Tolar me gruan e vetë dhe me Arianit e temin edhe këto në një dark familja të gjithë që ishim mbledhur, tha ti dre, pse tha biri nonës? Është shumë e përgjithshme, bëja tha Maraku nonës. Ta shumë kry Shkodran edhe ngeli Maraku nonës. Është më e ndjerë, më e dashur. Kjo kushtuar artit? Kjo është kushtuar djalit tim. Kush e ka shkruar tekstin? Vete, kam bo, pra dhe tekst muzikën. Po çfarë tha arti? Se arti është... Arti më tha, matha po... Arti është poet. Arti është poet dhe është poet cilësor. Mi po unë nuk e pyes shumë për gjonat që duhet bëj vetë. A jo, Jo, i çfarë. Po Arifi çfarë tha? Edhe Arifi e pëlqeu, vajza e pëlqeu, është një këngushke e bukur që krahas dashurisë që ke për fëmin, është dhe Maraku bashkë nonës, që sado fëmia rritet të bëhet në vite goxha, për mua është ai i vogli. Arifi është artisti i madh, piktori ynë i madh kështu, po ç'a tha? A tha në një moment, "Mojtiçe, po kur do gjendem unë në ndonjë nga tekstet tua?" I kam bërë Arifit një roman shumë bukur madh. Po, ja kam bërë para Arifit, po, e kam kry. Vetë gjitit nuk i kam bërë hala. Po muzikën kush e bëri? Vete bëra muzikën edhe tekstin, edhe orkestroj dhe incizoj Naimi. Naim Gjoshi. Po, e kishte lënë një cep aty në sirtar dhe i thoshte gruas vet laje, i kam disa punë, po sepse më rrin mendja atje ke kënga e çunit tijës, nuk e di pse më rrin mendja. Dhe erdhi momenti dhe bëre një gjë qellore, hynore, bukur fare. E ke bërë edhe klip? E kam bërë dhe klip, dhe klipin e ka bërë një djalë nga Shijaku që punon në një televizion, ai ku drejt plaku. Është një djalë i shkëlqyer. Edhe ai e ka bërë me krejt dashurinë e vet, edhe ma ka bërë dhuratë, se sot nuk para të bëm dot njëri dhurata se ato janë të shtrenjta gjërat. Janë gjëra të shtrenjta që kanë kosto, kanë kohë, kanë. Prandaj dua ta falenderoj dhe këtë edhe produksionin Lidhja, që të dy mi kanë bërë dhurata këto klipe. Dy këngë, artistës. Unë po që kam hapur dhe kanalin Po, edhe kështu, mendoj gjithmonë të bëj gjërat bukura, gjërat të lehta, Naimi, jo gjëra më bolle kam këndu me Bareshe, me Ajkuna, me Brahim Keta, me plot e plot, as i dua disa gjëra për shpirtin. Për shpirtin tuaj. Po bukur shumë. Dhe unë të falenderoj se na ke bërë dhurat prezencën tënde me këngët, me paraqitjet, nuk mund të lidh dhe pa biseduar pak se çfarë kemi bërë dhe kështu, po kemi me talon skenën në mënyrë që ta dëgjojmë, ta shijojmë këngën Meraku i nënës. Po, Meraku. Ky Meraku i nënës. Bile se kam bërë Meraku nonës. Që sresht së vepruari, menduari. Me krejt emocionin që zgjat 24 në 24. Vërtet Naim, besom, këtu jam menin e kam atje, që bëjna, janë mirë, kështu, ashtu. Pra, vetiu është një lidhje e jashtëzakonshme e nonës me fëmin. Po, atëherë dhe ne le ta shijojmë, e dëgjojmë, e duar të trokasim Merakun e nënës. Faleminderit. Shkruar, muzikuar, kompozuar. Dhe interpretuar nga artistja jonë e madhe, që falenderojmë nga zemra që kemi për herë mysafire, Hatixhe Lushi, skena për ti. Faleminderit shumë, Naim, shumë faleminderit.
ishte kjo e tema. Flani mirë, ndroni bukur, zëhuni me pace. Natën e mirë, miru pasin javës tjetër.